mundohem ty dhe do I ralloj shumë njerëz se janë shumë të vegjël në mendime dhe unë s'kam nerva të merrem me budallënj edhe me njerëzit pa vizion. Unë do ri vetëm si ai ujku plak që është ndjekur nga kopeja se e ka një natë dhe ai ndihmon të tjerët. Çfarë do të thotë? Kur vin ujqit e tjerë që ta hanë, nuk e hanë ata se di që ai është I ndjekur, është I sulmuar nga xhelozia dhe e bëjnë alat. Çdo gjë koha tregon çdo gjë o profesor, koha rregullon çdo gjë. Koha shëron gjithçka. Koha është rregullatori më I mirë I gjithçka, ja, diskutohet, ke drejt. Jo, bravo Lungo, bravo. Ore Lungo, je I pa lëkundur kështu, më pëlqen për këtë gjë. Nuk ka shans me lëkundur, profesor. Mua në Itali kanë ardhur me 10 kopure, edhe si jam tremër kopures, pse se isha në drejtën time. Profesor, njeriu kur është në drejtën e vet, nuk duhet tremet kurrë në jetë. Kurrë. Sa herë që të kesh drejt, se njerëzit e vërtet, gangsterat e vërtet nuk I prekin njerëzit e drejt. Njerëzit e drejt preken, njerëzit gangsterat preken me njerëzit që I sulmojnë te puna, te familja, I vjedhin punën për gjëra të rënda. Njerëzit e drejt, ata I ndihmojnë. Kaq kisha. E vërtet është, ajo është e vërtet. Ajo është e vërtet. Jo, bravo Lungo, bravo se ore Lungo, pavarësisht se unë ngacmoj në njerë ty që të them të garen fama e këshu ande akte atje di që unë ta bëj për shaka. Po ti vazhdone dhe po ngjitesh. Unë nuk e di me fjalë që si do ta menaxhosh. O profesor. O jackpot. O profesor, themi gjë tjetër. Po them dhe njerë, live I TikToku shqiptar, pa I pëlqef I vetes. Është një sukses I madh që ka hyrë Lungo I Fieri se ka dhënë një risi të tjetër live-eve. Lungo I Fieri ka demonstruar shqiptarëve që TikToku nuk është vetëm për lojra edhe për muhabete tavolinash. Po TikToku është një platformë që njerëzit mund të bëjnë influencerat, mund të tregojnë botën siç bëjnë influencerat italian, angles që vënë për botë me çanda edhe bëjnë live real life, real life ose real life. Kjo është TikToku, nuk është vetëm gifte edhe qerash pjesë si shton ca e ca nga mbjezim dark. Jo nxjerrin gjoksin, bythën ose çfarë të mund ty. TikToku është edhe adrenalin, edhe gjëra artistike, çfarë them unë, I ka të gjitha ngjyrat dhe Lungo ja ka dhënë. Mendoj se unë ja kam dhënë. Derisa më ndjekin kaq shumë njerëz, është një gjë e mirë pozitive dhe unë I kam dhënë njerëzve si kapet një femër, si pihet kafja, si shikohet bota, ishujt e botës. Kam ngritur dhe Shqipërinë në Amerikë Latine, Albania sot njihet falmeje, faleminderit I them të gjithëve atyre që më kanë mbështetur. Sot njerëzit dinë ku është Albania, se unë kam mbledhur 15 shtete dhe në këto 15 shtete mund të jetë përhapur aq shumë emri Albania, sa unë them që tani Amerika Latine di ku është Albania, çfarë shteti është edhe si jetohet, kaq. Sot po flet më bukur se çdo herë thon njerëzit tu. Po flasin shumë komentuesa. Jore, po shprehesh ti dhe njerëzit po të dëgjojnë edhe unë po të dëgjoj edhe shumë mirë që shprehesh se njerëzit njohin akoma më shumë. Do me thënë, profesor, vetëm në Kolumbi, për shembull, unë në çdo qytet që shkoja, më ndiqte njeri nga San Andres, kur kam shku në San Andres, ai më ndiqte mua në live dhe tha, ti je I TikTokur I Albanisë, unë habita. Ishte I huaje. Po dëgjoj ta shpjegoj. Para kur isha pa live-in për herë të parë unë, shkoj në San Andres, një ishull në San Andres. Po. Edhe në San Andres më thot njeri që unë të ndjek në TikTok, ty tha që në Republikë Dominikane. Më ndiqte mua njeri që në Republikë Dominikane dhe tha, ti tha, unë kam shku parlamentin e Kolumbis, o profesor, kam hyrë brenda me live hapur. Po pse s'kemi qenë bashkë ne kur hyra atje dje? Pra, me pak fjalë, mendoj se I meritoj 2 gjëra pozitive nga TikToku, se nuk kam shar njeri, s'kam ofendu njeri. Kemi qenë bashkë kur I thea asaj policës, ati policës që atë futem dhe ta po hajde. Po, shkur, mua. Se ndiu, po unë e dije. Mua, profesor,
A me ndo se ke për të dhënë akoma më shumë? Tani jam në kulmun, tani jam shumë akoma unë. Tani më janë hapur turbinat mua. Tani më janë hapur turbinat, tani kam kështu në avion luftarak rus, nga ata supersonikët. Tani jam kështu në zjarë. Amico, quando costa la cola? Momento. Grazie. Tani jam kështu lere. Tani s'ka zot lartë. Tani jam kështu. Ti tani thua që jena atë pikën më të lartë në momentin më të mirë. Po, se tani kam hedhur rrenjët unë, dhe ku një pem heth rrenjë, nuk bie kollaj pema. Pema, kur heth rrenjë të fuqishme, ato rrenjët hapen kudo. Hapen kështu dhe nuk bie pema nga stuhia. Se rrenjët kanë zënë vend, kanë hyrë thellë. E kupton, profesor? Po. Pem nga ato të gjunglës Brazilit që arrin lartësi maramense. Bravo, Lungo, bravo. Po i ke hedhur rrenjë të sigurta me djalë, rrenjë të forta. Po pse mos ti kemi hedhur, qa mungon mua? Po s'gje, qa të mungon? Gjitha i ke. Se 2 metra qumë kanë, i fort jam, se mos ti hedhë më dha, pëmët e Amazonës. Të drejtë gare, o klodë. Ore mos tajet pema, Lungo, do va ditu rrenja. Gjo që do të them një themje tjetër të bukur, profesor. Misri, po se vadit e shdo dit, a i merë shtremt. Unë dita vadis baqen time, profesor. Bravo, Lungo, bravo. Po, do i vizitosh edhe 10 shtetet të tjera, the? Jo 10, o profesor. Unë do vizitoj botën tërë, o profesor. Unë Lungon shumë shpejt do t'a shikosh në Hong Kong, në Kore, në Seul, në Vietnam. Shumë shpejt Lungon do e shikoni në një kontinent tjetër të parritshëm, të luanët, në Afrikë. Lunga do vej do pi kafe me luanin të pema në Afrikë, në gjungël, në savan, unë në mes savanës dhe me krokodilin. Më kupton? Në mes të savanës, kur i luani, kur i mbreti i gjunglës që qonë leoneshat kapi gjau, edhe luani rini i atje, pret të vik mishi i radhës. Atje do veshe? Po. Po sa lek paske e Lungos të mbaro kanë lek edhe? Well, qa po? Po profesor, pyetja është për ty, pse bëhet llogaria ime që thua ti sa lek paske? Pse me ti s'ke lek? Ore vlla, po pa lek nuk viziton dot ka shumë shtete. Po prit ta shpjegoj unë, profesor. Pse shqiptarët, njerëzit që bredhin botën i shikojnë si të habitshëm, si mostra? Pse? E diti sa kanë botë që bredhin islandes, suedes që bredhin botën, hollandes, pa lek me çanta ka. Po. Ore po kanë lek ata se pa lek si do bredhin ata Lungo do të hajë. Jo mua, pro. 50 Cent i ka thënë një thënie. Po? Ka njerëz që me miliona, ka njerëz që me pak lek bëjnë jetën si milionera. Jeta nuk është kesh lek, o profesor.